Tirana është i vetmi kryeqytet në Evropë ku ujërat e zeza derdhen në lumin kryesor të qytetit, në lumin e Lanës, duke sjellë një kundërmim dhe një ndotje të jashtëzakonshme të mjedisit. Pavarësisht premtimeve e zotimeve boshe të Edi Ramës dhe Erion Veliajt, çështja e filtrimit të ujërave të zeza në qytet nuk po merr zgjidhje. Në vitin 2014, institucionet publike shqiptare kanë marrë një kredi të butë japoneze rreth $100 milion, madje u kontraktua edhe një kompani italo-japoneze për të ndërtuar një sistem modern të filtrimit të ujërave të zeza për qytetin dhe fshatrat e Tiranës. Mirë, ai proces ngeli, ai investim ngeli në mes pas pak kohësh, sepse dallavergjin në krye të institucioneve tona e bllokuan firmën që ka ndërtuar një pjesë të infrastrukturës dhe kjo e fundit e ka çuar shtetin shqiptar në arbitrazh, nga i cili ne rrezikojmë si qytetarë të Republikës së Shqipërisë të paguajmë rreth $90 milion. Pra, jo vetëm ndotet mjedisi, jo vetëm ndoten ujërat, por ne me shumë gjaz do duhet paguajmë korrupsionin dhe papërgjegjshmërinë e atyre që na kanë qeverisur dhe na qeverisin si në pushtetin lokal, ashtu edhe në pushtetin qendror.